rrjedh komanda duke përshkruar se kur komanda është e gabuar, ata thojnë shit goes down the hill. Do të thotë jashtëshitja rrjedh nga lart poshtë, do të thotë nga kodra, e cila simbolizon zinxhirin komandues. Po, fix. Dhe tani këtë shohim tek ne zotri Balla, kemi deputet të zgjedhur të Republikës së Kosovës në radhë të vendosës, të cilët të gjithë kanë mungesë të shprehjes së mendimit të lirë të tyre, apo nuk kanë mbas edhe fare nga mungesa e kompetencës tyre profesionale. Dhe nga vije ky dirigjim nga Diona Mihajli. Dhe jo vetëm deputetët, por edhe kryeministri është tani dihet që ai i ndjek këto fjalimet që s'ka shkruar Diona Mihajli. Një qytetare e cila nuk është në Republikën e Kosovës, do të thotë kemi interferime të integritetit territorial, integritetit shtetëror të Kosovës nga jashtë. Pastaj kemi reprezentim të dobët të deputetëve, të cilët në mënyrën më vullgare paraqiten në Republikën e Kosovës nga dukja e tyre, nga veshja e tyre. Do të thotë ka rënje drastike të reprezentimit nga ajo që kemi pasur në përfaqësimin e pas luftës tani. Kemi përfaqësues apo lider të shtetit të Republikës së Kosovës, i cili familjen mban jashtë vendit të shtetit të Kosovës, fëmin dhe gruan e tij. Dhe kjo thot shumë. Unë nuk e di një shembull tjetër në shtetet e tjera kur një lider i një shtetit e bën të njëjtën gjë. Do thotë është një mos respekt ndaj vendit total, dhe në të njëjtën kohë gjuan bën përçarjen mes qytetarëve deri në qelizën e shtetit, e cila quhet familje. Do të thotë këtë e bën dhe duke i akuzuar të tjerët për akte të tradhtisë. Ndërkohë që gruaja e liderit ton këtu bën fonde në Republikën e Serbisë, shkruan libra atje dhe pastaj vije këtu e feston fitoren e zotrit Kurti. Sa e përket zotrit Kurti, unë kam vetëm një lavdat për të, i cili ka ardhur në kohën kur e djatha nga komoditeti i tepërt filloi edhe të paraqitet korrupsioni i lartë, e cila është e vërtetë, dhe zotri Kurti e ka një të mirë, sepse ju ka treguar të tjerëve se nuk janë vetëm ata këtu. Ndërsa sa e përket aspekteve të patriotizmit dhe zhvillimit të Republikës së Kosovës, ka mangësi të skajshme nga leadershipi. Siç do të ndodhë në të ardhmen, tani kemi edhe zhvillime ku propozime nga të huajt austriak, por amerikanët as nuk kanë shfaqur ndonjë interes. Pra janë futur austriakët tani, e kanë marrë austriakët skenën që kishin amerikanët deri para pak kohësh, tani janë austriakët. Po, është kjo, do të thotë zotri Balla, fatkeqësisht gjatë luftës dhe para luftës ka këtu njerëz të cilët kanë qenë përfaqësues diplomacisë dhe interferimeve franceze, të cilët kanë evoluar, kanë ikë nga xhiri i francezëve tek ata amerikanë. Por të ikësh nga xhiri amerikan, të shkosh në xhirin francez, të fascinohesh pas gjuhës franceze dhe të kesh pasion, të jesh sinqerisht duhet të jesh një romantik i papar ndonjëherë në historinë shqiptare, që të adhurosh as shumë diplomacinë dhe politikën franceze. Që do të thotë që nuk ka asnjë gjë të mirë në shërbim të shqiptarëve në këtë drejtim, dhe këtë tani dita ditës po shohim. E kemi pa, nuk e di sa mund atë ju përgjigjem për aktualitetin në Kosovë. Këto janë, do të thotë, përçarje të skajshme ndër popullor, do të thotë popullata shqiptare e Kosovës, brenda Kosovës, jashtë Kosovës, dirigjohet duke e përdorur urrëtitjen që kanë, inatin që kanë dhe xhelozinë që kanë ndaj njëri tjetrit për të do të thotë për të komanduar apo për të jetë një pushtetar të cilin e kemi zgjedhur këto vitet e fundit. E shikoni zgjidhjen në Vjesht në dy palë zgjedhje për një herë? Tani ka siç një propozim nga Austria, kur me sa arrita ta lexoj, që kryetar kuvendit të bëhej Zoja Vjosa Osmani, kryeministër
zotri Albin Kurti, dhe president nuk e mora mesazhin se kush do të ishte. Do ishte ideale që zoja Osmani të zgjidhej, kjo do ishte ideale që zoja Osmani të zgjidhej kryeparlamentare, zotri Kurti kryeministër dhe nga radhët e Partisë Demokratike dikush president. Dhe kështu pastaj nga viti i ri më pas diku në praverën tjetër, ndoshta në dimrin e vënshëm, do të vinte një babadimër për një dhuratë speciale në politikën e brendshme në Kosovë. Nëse kjo ndodh, në të kundërtën është e papranueshme të provosh të njëjtën gjë dhe me prit një rezultat tjetër. Do të thotë kjo është një tallje e skajshme me vendin ton, duke vë egon, ku Freudi do thoshte se brenda njeriut ego është paraqitja e majmunit, i cili nuk njeh të mirën objektive, vetëm atë subjektive të unit të tij, dhe të vësh do të thotë egon para në nivelet më të larta të një shoqërie, në këtë do të thotë volum të skajshëm 17 herë të njëjtin person për me bo kandidat për kuvendin e Kosovës, kur ne kishim zotri Konjufcën, pse nuk kandidohet zotri Konjufca për të njëjtën pozitë? Apo dikush tjetër, zotri Bolla. Është keq për të thënë, unë kam 100 metra këtu, as 100 metra furrën ku blej bukë për shtëpi dhe çdo ditë i shoh nga 10 gra minimum të përmasës apo nivelit të Albulena Haxhiut, që janë qytetarë të thjeshtë të Republikës së Kosovës. Janë të njëjtit kapacitet sikur Albulena Haxhiu, që është kandidate për kuvendin e Kosovës. Nuk ka asnjë profesionalizëm as të madh që ajo që Kosova të mohet si shtet bllokohet për një ego që Freudi do të thoshte shprehia e unit të majmunit. Zoti Gaxheri, si keni parë, si keni lexuar zgjedhjet në Shqipëri në 11 maj? Një pjesë mendojnë që fakti që fitoi Rama mandatin e 4, Kosova humbi një mburojë politike, ekonomike, ushtarake, për shkak të marrëdhënies së ftohtë midis dy kryeministrave që her pas here kalon edhe ngrit. Por ju si shikoni, si do jetë ky 4 vjeçar me kryeministër Edi Ramën? Zotri Bolla, une nuk jam adhuruesi i politikave të majta. Dhe me idete zotrit Rama kam pas rastin të jem të zhvilloj do të thotë veprime kundër ideve të tij të cilët kishin priardhje serbe për shkëputjen e veriut të Kosovës. Në atë kohë në Amerikë ka marrë dhe veprime që kjo ide isha pjesë e grupeve të punuese për që kjo ide të shuhet, të mos të realizohej. Por zotri Bolla, ne duhet të jemi realist. Edi Rama gëzon një dominancë, do të thoja, këtu në regionin tonë të Ballkanit Perëndimor si lider, edhe më tej. Do të thotë prezenca e tij dhe politika e tij, karizma e tij e ka bërë që të tërheq edhe fuqit tjera politike për rreth vetës dhe të organizoj një event të cilin e pam ne në Shqipëri, është një arritje e madhe. Dhe ne shqiptarët duhet të mësohem që hakun, suksesin, t'i gëzohem, jo t'a gjelëzojmë, jo t'a kemi inati përse, vetëm se nuk është në njëjtën rrym apo mendim. Zotri Rama do të ketë, unë mendoj në 4 vitet e ardhshme do të ketë zhvillime rapide, si në ekonomi, ashtu dhe në përpasim diplomatik jashtë vendit. Po tek raporti jon? Urno? Tek raporti jon, si do i kemi në raportet mes dy qeverive? Tani në mes të dy qeverive, zotri Kurti problemin e ka se nuk ka mos koordinimin vetëm me Shqipërinë, ka mos koordinim me Bashkimin Evropian. Qarta se thojnë ata, mentaliteti i njëjtë nuk e afron Kosovën
për drejt Evropës, e largon atë, duhet ndruar mendimi, mentaliteti. Nuk është të thomë që zotëri